Pas denoncimeve konkrete për tenderat të dhënë në mënyrë arbitrare nga Komisioni i Prokurimit Publik, investigimi i Channel One nxjerr në pah një tjetër abuzim skandaloz të kreut të këtij institucioni Gentian Këri. Shkelja flagrante e ligjit nga Komisioni i Prokurimit Publik është bërë këtë herë edhe në konflikt të pastër interesi. Ky vendim nuk është i vështirë për të kuptuar. Mban numrin 270 të datës 5 maj 2015 dhe fitues është xhaxhai i drejtorit, Pilo Këri. Për ta mundësuar dhëndjen e tenderit brenda rrethit familjar, Komisioni i Prokurimit Publik ka shfuqizuar vendimin e autoritetit kontraktor që në këtë rast ka qenë enti kombëtar i banesave për bashkimin e operatorëve ekonomik Lazo SHPK dhe Aluera SHPK dhe bashkimit të operatorëve ekonomik Nika SHPK dhe Shqiponia M SHPK. Siç u ka hije vendimeve në konflikt interesi, Komisioni i Prokurimit Publik ka kualifikuar si fitues Pienvis SHPK dhe Varaku E SHPK me ofertën më të lartë 74.322.000 lek me një dëm të përllogaritur afro 40 milion lek. Sipas hulumtimit të Channel One, firma që zoti Këri i Komisionit Prokurimit Publik shpalli fituese, Pienvis SHPK, ka për administrator dhe pronar ekskluziv një tjetër Këri, xhaxhain e drejtorit të institucionit. Pas këtij konstatimi, gazetarët tanë insistuan sërish të kontaktonin me kreun e Komisionit të Prokurimit Publik, zotin Gentian Këri, për ta pyetur a ka lidhje familjare ai me administratorin e firmës së cilës i është dhënë tenderi si përmendur, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm të konsiderueshëm financiar, por pa sukses. Drejtori Këri, me sa duket ka vendosur të flasë vetëm përmes vendimeve të tij arbitrare. Heshtja e drejtuesit të Komisionit të Prokurimit Publik ndaj interesimit të gazetarëve për vendimet e tij, jo vetëm që nuk mund ta ndalë transparencën, por në ditët në vijim është duke përgatitur denoncime të tjera që kanë ardhur në Channel One nga qytetarë dhe biznese të dëmtuara drejt për së drejti nga vendimet pa shpjegime të Komisionit të Prokurimit Publik.